Unë besoj se protesta do t'japi rezultat. Kryeministri do t'japi dorëheqjen sa më parë. Normalisht, më falë, korupcionin e kësaj qeverie ka provuar SPAK-u, tashmë nuk jemi në kushtet e dyshimit, por jemi në kushtet e provave të qarta të dhëna nga SPAK-u për korupcionin e kësaj qeverie. Kryeministri pretendon se kjo protestë është duke dëmtuar ekonominë, natyrisht ka po dhe të dorëheqjet, ai nuk duhet të fshihet mbas zgjedhjeve, si në fakt zgjedhjet janë ishme, por në publik, protestat publike ishme se sa vezë rezultati zgjedhjeve mund të marrim që presidenti i mbas protestave. Në fakt, zoti Meçollari, kjo protestë ka krijuar mjaft pritshmëri tek qytetarët dhe edhe jashtë në diasporë. Mendoni që pas kësaj proteste diaspora do e shikojë ndryshe Shqipërinë dhe ndoshta mund të vijë në Shqipëri dhe të kontribuojë në, po themi, ndryshimin e sistemit, por edhe të kontribuojë edhe nga ana intelektuale që Shqipëria të ndryshojë të paktën tani e tutje. Diaspora ka humbur besimin në investimet në Shqipëri. Populli shqiptar ka humbur besimin për shkak të korrupsionit. Populli shqiptar ka humbur besimin ndaj qeverisë për shkak të korrupsionit dhe po largohet. E vetmja mënyrë që populli shqiptar të qëndrojë në Shqipëri, të investojë në Shqipëri, dhe diaspora të kthehet dhe të investojë në Shqipëri, është që ne të ndryshojmë sistemin politik, të ndryshojmë, pra të heqim njëherë për gjithmonë këtë sistem politik korruptiv 35 vjeçar, si dhe të ndryshohet qeverisja, që kryeministri duhet t'i japi dorëheqjen bashkë me qeverinë e tij. Çdo lloj justifikimi që unë ka marrë 800.000 vota nuk qëndron. Gjithë popull, kemi revolta popullore në Shqipëri, kemi në diasporë, duke filluar nga Kanadaja deri në Australi, kemi një mbështetje ndërkombëtare nga e gjithë media ndërkombëtare e cila e mbulon këtë çështje, kemi një heshtje nga ana e ambasadave për momentin, për shkak të sigurisë apo të çështjeve të tjera, pra që do të thotë që në fakt komuniteti ndërkombëtar është pro protestave, pra kryeministri duhet t'jap dorëheqjen. Nuk du mund të fshihet mbas votës së 800.000, e cila është 800.000 shqiptarëve, e cila është e dyshim. Rastet e fundit, siç është rasti i presidentit të Serbisë, Vučić, i cili edhe pse është i zgjedhur dha dorëheqjen, pra nuk fshihet mbas zgjedhjeve, por deklaroi se do t'japi dorëheqjen mbas protestave popullore. Protestat popullore janë një mekanizëm i cili në fakt tregon se cili është niveli i besueshmërisë të një qeverie, dhe për këtë arsye kryeministri duhet t'japi dorëheqjen. Duhet t'japi dorëheqjen dhe për një arsye të thjeshtë. Duhet t'i themi stop korrupsionit dhe shitjes së pasuritë publike për interesa politike të qeverive, qoftë qeverisë Rama, qoftë qeverive të mëparshme, të cilët dhe ata e kanë bërë këtë gjë. Sot qeveria Rama e bën me ligjin për koncesionet apo ligjet të tjera që është duke nxjerr, dikur qeveria Berisha e bënte me Shqipëria 1 euro. Të gjitha këto iniciativa nuk duhet ekzistojnë, nuk duhet ekzistojnë. Prona publike është pronë e popullit shqiptar, është pronë e qytetarëve shqiptar, dhe ajo nuk mund të administrohet në këtë mënyrë. Për më tepër, prona private është e shenjtë në bazë të kushtetuesës. Ajo është e barabartë, ka të njëjtin status me pronën publike. Dhe si e tillë, ne duhet të kthehemi te statusi ligjor i pronës. Duhet shteti shqiptar nuk mund të trajtojë si pronën publike dhe pronën private, sikur është pronë e qeverisë. Nuk është pronë e qeverisë, është pronë e popullit shqiptar dhe duhet që të trajtohet me dinjitet
në bazë të ligjit dhe në përputhje me interesat e popullit shqiptar. E para, në fakt që t'jemi korrekt, Sazani për natyrën e tij, pra për biodiversitetin që ka, i cili është i ndryshëm nga ai i tokës kontinentale, kushtet meteorologjike, mënyrës se si ai është trajtuar në 100 vitet e fundit, duke fillimin 1910 ban ushtarak, a kërkesat që ka për të zhvilluar pikërisht një turizëm elitar, në gjykimin tim është i pamundur. Është i pamundur, e para sepse një turizëm elitar, siç bëhet fjalë për 45 hektar, nuk mund të jetë i shkëputur nga çështja e tërësisë së Sazanit. Sazani është një zonë e pabonifikuar nga ana e sigurisë, për arsye sepse nuk është pastruar toka nga, ose pjesa toksore që është gati 6.5 km², nuk është pastruar nga të gjitha mbetjet e municioneve, pra të eksplozive, por njëkohësisht në det, pra në buzën e ujit, atje ka rreth 100-120 municionet ende të pashpërthyera, që janë luftës së dytë botërore dhe mbas luftës së dytë botërore. Pra siguria publike në Sazan ka lë shumë për të dëshiruar dhe kërkon një investim të jashtëzakonshëm. Njëkohësisht, kushtet meteorologjike, unë mund të them kaq që kushdo që ka jetuar në Sazan e di kur fyrin erë në Sazan nuk e ku të fshihesh. Shpejtësia e erës është normalisht nga 60 dhe 90 km/h dhe më e madhja e regjistruar është 108 km/h. Pra ai do të thotë që të bësh një turizëm me kushte të tilla meteorologjike apo biodiversiteti ku nuk ka ujë të pishëm, pra ku kemi domethënë kërcënime që vijnë nga gjarprinjt apo nga minjt, të cilët janë me shumicë në Sazan. Pra është një natyrë e tillë e cila në fakt, sepse këtu nuk bëhet fjalë për të pasur një siguri në 45 hektar, këtu bëhet fjalë për të pasur një siguri në 6.5 km², por dhe në perimetrin e zonës detare që e cila në fakt është edhe zonë e mbrojtur, por që akoma nuk është e mbrojtur mirë, është shpallur si e tillë, pra në një perimetër rreth 15 hektar. Qytetarët ose turistët janë njerëz të lirë dhe liria e tyre nuk qëndron vetëm 45 hektarëve ku do të kryejnë aktivitetin, por në gjithë Sazanin. Pra si e tillë, Sazani në gjykimin tim është një ndërmarrje e pamundur për momentin. Plus historia e Sazanit neve na tregon se ai në fakt është një bastion në 100 vitet e fundit, duke siç e thash, duke nisur nga viti 1914 dhe në vitin 1943 ka qenë një bastion ushtarak italian, pasi ka qenë pjesë e territorit të Italisë deri në vitin 47 dhe mbas vitit 47 kur ai bë pjesë e territorit të Shqipërisë, ai ka qenë një bastion ushtarak ku kanë jetuar 5.000 dhe në 6.000 veta, ku ka pasur artilleri bregdetare, artilleri kundrajrore, forca toksore, gjenjo, marina e tjera. Pra, dhe jetoni rreth 400 familje në një ambient ku nuk ka ujë dhe çojë ujë çdo ditë. Pra, problemi është po infrastruktura që duhet të bëj shteti. Pra, shteti duhet të ndërtoj rrugët, shteti duhet të çojë ujë, duhet të çojë energji elektrike, duhet të heqë mbetje, duhet të krijojë të gjitha të facilitet që është i nevojshëm në një mjedis të tillë që të paktën nga për llogaritjet duke mos llogaritur pastrimin apo bonifikimin nga kërcënimet eksplozive, është rreth 300 milion euro. Pra është një investim i cili për momentin duket i pamundur si nga pikpamja e sigurisë, por dhe nga pikpamja e investimit financiar. Zoti Meçollari, pse ishte ky nxitim i zotit Rama që këtë ishull edhe zvërnecin, po themi, të futej në negociata për t'ia dhënë dhëndrit të Donald Trumpit? Shiko, këtu duket në fakt se këtë përgjigje duket e ka dhënë zoti Kushner, i cili në fakt pavarësisht pretendimeve të zotit Rama ka deklaruar që propozimi për të investuar në
Sazan, apo dhe në Zvënec ka qenë një propozim i zotit Rama. Pra, në një farë mënyrë është zoti Rama ai i cili ka inicuar apo ka propozuar investime të tilla. Në fakt, duket qartë që zoti Rama nuk ka pasur një qartësi në atë çfarë ka propozuar. Në Sazan ka propozuar një investim në një vend i cili nuk mund të zhvillohet si një turizëm elitar. Dhe në Zvënec ka propozuar turizm elitar në një zonë e cila në fakt përbën konflikt nga pikpamja e pronësisë dhe kuptohet në një zonë ku në një mjedis ku ka konflikt nga ana e pronësisë, po jo vetëm konflikt, po sot SPAK ka vërtetuar që ka krim, pra ka dyshime të arsyeshme që ka krim mbi pronësinë, investimi nuk është më zhvillim, por është një krim tjetër. Pra jemi në kushtet që zoti Rama është nxituar në kryerjen e këtyre dy propozimeve dhe është e qartë që propozimi i këtij investimi i zotit Kushner është edhe me qëllim për të afruar me zotin Trump. Po e mbani mend në vitin 2024 zoti Trump e quajti ishullin e Sazanit ishulli i Trumpit, por nuk e përsëriti më këtë lloj emri që i vuri ishullit Trumpit, ndoshta sepse ka pasur një feedback nga familja Trump, nga presidenti Trump që mos ta përdori më këtë term. Pra jemi kushtet, siç e thash, që një propozim i tillë nuk ka bazë nga pikpamja e studimit të vizibilitetit apo nga pikpamja e ligjore për të zhvilluar, por njëkohësisht kemi të bëjmë me një korrupsion financiar, pasi në fakt siç është shkelur në 73 i marrëveshjes asocim stabilizimi, i cili nuk lejon koncesion ose dhënie direkte të pasurive publike të këtyre përmasave, për më tepër Bashkimi Evropian është shprehur kundër ligjit të koncesioneve, dhe njëkohësisht është një afrim që kryeministri Rama kërkon të bëjë me presidentin Trump për arsye politike, dhe këtu kemi të bëjmë me një korrupsion politik në interes të presidentit të kryeministrit Rama. Natyrisht që dhe Kushner ka pasur interesat e tija, të cilat në fakt lidhen me shfrytëzimin që ai mundohet të bëjë për interesa personale këtyre autokratëve, jo vetëm në Shqipëri, por në të gjithë rajonin apo dhe më gjerë, me qëllim krijimin e lehtësirave në investimet që ai parashikon të bëjë, apo në mos investimin në rolin e sekserit, që në fjalën në gjuhën si një middleman, domethënë që duhet të marrë komisionin, por që duket që të dyja këto interesa në këto dy zona nuk përputhen për shkak të disa veçorive që kanë këto dy zona, siç është Sazani për shkak të kushteve që ka, apo dhe Zvëneci për shkak të apo krimit të dyshuar që është kryer mbi pronat. Zoti Meçollari, pas protestave që po zhvillohen në Tiranë, besoni që një marrëveshje me dhëndrin e Donald Trumpit të Edi Ramës ka dështuar, apo vazhdohet që po themi Sazani dhe Zvërneci të jenë në diskutime që zoti Kushner t'i marrë dhe të investojë në to? Shkoj, që t'jemi korrekt, zoti Kushner nuk është investitor. Është middleman, është sekser i cili do të marrë komisionin dhe do të largohet. Investitorët dihet tashmë janë arab apo të vendeve të tjera, pra nuk janë kushdo që pretendon që është investim amerikan, nuk është investim amerikan. Nuk kemi investim të financave ose të burime financiare amerikane, po kemi thjesht një ndërhyrje nga ana e dhëndit presidentit Donald si një middleman apo si një sekser në gjithë këtë aferë. Kjo nëse do të ishte një investim amerikan, unë ju garantoj që do të kishim ndërhyrjen apo përfshirjen e ambasadës amerikane në këtë investim, siç e ka bërë në të gjitha rastet ku kemi investime amerikane, kurse në rastin konkret, në përfshirjen e dhëndrit apo të Donald Trump apo çupës së tij, nuk kemi një përfshirje të ambasadës amerikane. Gjithsesi, një gjë është e sigurt, që këto investime nuk mund të bëhen më. Nëse do të marrim Sazani nuk i plotson kushtet për një investim luksi, nuk i plotson kushtet për arsyet që i thash më lart, kurse Zvëneci nuk plotson kushtet ligjore, pasi në fakt kemi të bëjmë me një krim
të kryer mbi pronën, e cila nuk do të lejoj investimin. Nuk ka asnjë investitor i cili mund të investojë në një pronë e cila është e përfshirë në një krim. Dhe për më tepër, në kushtet e sekuestrit dhe vendosur nga SPAK-u, çdo lloj iniciative për të zhvilluar pronën apo për të zhvilluar aktivitetin do të ishte një ndërhyrje në hetimin që po kryen SPAK-u. Si e tillë, iniciativa ose deklarata e kryeministit që edhe pse prona është e vjedhur, mund të jetë e vjedhur, aty mund të vazhdojë investimi dhe kur pronari i lishëm të deklarohet mund të marrë lekët, është e pamundur nga pikpamja ligjore, por është edhe një deklaratë e cila bie ndesh pasi pronari i cili mundet që të marrë pronën nuk dëshiron atë që ta bëjë atë një biznes të tillë. Pra, të dyja versionet, si Sazani dhe Zverelci, për mua janë tashmë të mbyllura dhe nuk ka asnjë mundësi investimi në ato prona.